Atëherë, mlidhi pak me shej, deri tani nuk di cili qëndrimi i partisë suaj. Pra, ju keni mbështetur kandidaturën, kemi folur për Asimen, Asimja isha absolutisht një kandidaturë jashtëzakonisht e mirë, po gjithsesi ky vendim është marrë nga partitë politike. Çfarë qëndrimi, partitë e opozitës flas, çfarë qëndrimi do mbani ju? Tani, ne nuk kemi folur për asnjë emër, ne nuk kemi përmendur kurrë emra në publik, ne kemi folur vetëm për parimin dhe për propozimin ton. Kemi bërë një propozim ku, për fat të mirë, është pranuar ky propozim nga Partia Demokratike. Në fakt ju duhet ndjeni mjaft mirë që propozimi juaj është përkrahur nga gjithë partitë politike. Në fakt, ne jemi krenar për këtë gjë, sepse falë propozimit ton, unë gjalli një shpresë në fakt, sepse e panë si zgjidhje. Në fillim nuk thonin jo po, por gjysmë politik, pak politik, dhe pastaj u bindën që kjo ishte zgjidhja, sepse pati entuziazëm, dhe nga propozimi, po dhe nga emrat që po përfliteshin. Ne kur nuk kemi thënë cili ishte propozimi ynë, sepse u detyruam të nxjerrim dhe një propozim, sepse na thonin, ok, kjo është shumë ideale, kjo që po thoni ju, po emri konkret, se asnjëri nuk do të merret me politikë. Edhe përmendëm në tavolinë me përfaqësuesit e Partisë Demokratike, përmendëm propozimi ynë nuk është më mister, mund ta them se tani ka mbaruar gjithçka, ishte Ermali. Jemi krenar edhe për propozimin që kemi bërë, edhe për faktin që kemi propozuar Ermalin. Fatkeqësisht, gjithë ky proces, që nuk ishte ndodhur kurrë në këto 35 vjet, u mbyll në mënyrën më të keqe të mundshme. Pse? Sepse ndërkohë që ishim teorikisht do të ishim në bisedime, u prem në bes dhe pala tjetër, vetëm ta mbaroj. Jo, vetëm një gjë, të lutem. Nuk mund thuash që s'kishte ndodhur 35 vjet ky, sepse ka pasur procese me partitë politike. Sa të duash, ka zgjedhur kandidatin për president, PD-ja me PS-n në marrëveshje të plot. Është ere parë që diskutojnë partitë opozitare për të dalë me një kandidat jashtë partive opozitare për të shkuar përtej vetes, përtej votave të partive opozitare tek elektorati i gri. Është ere parë që ka ndodhur dhe për këtë gjë më duhet ta them. Thjesht ky është fakt. Pastaj secili mund të bëjë mendimin e vet. U mbyll fatkeqësisht në mënyrën më të keqe të mundshme. Na pre në bes, sepse ndërkohë që ishim... Kush ju preu në bes? Partia Demokratike na preu në bes, sepse na tha, ajde ulemi, propozimi është i mirë, e pranojmë, ajde ulemi diskutojmë për emrat. Në vend që të thonin, të vinin tavolinë, të thonin emrin, dolën në publik, thanë, ky është emri, po deshët mirë, po nëse s'doni, bëni çfarë doni. Por pak rëndësi ka. Ata veprojnë si din të veprojnë. Për ne është i rëndësishëm qëllimi, dhe qëllimi ynë është japim Tiranës një kryetar bashkie të pakorruptuar që nuk vjet qytetar të Tiranës. Thën pyetja Troç. Troç ministër ta mbaroj. Kandidaturën e Binaj që kanë mbështetur partitë e tjera. Ne do mbështesim kandidatin jo politik, ashtu siç kemi premtuar, dhe do mbështesim Binaj pavarësisht se ai nuk është kandidati që ne kemi propozuar, ne do ta mbështesim sikur ta kemi propozuar ne. Pra shej, nëse po të kuptoj drejt, ju bashkoheni me gjithë partitë e tjera në mbështetje ndaj Binajt, pavarësisht se mendoni që kishte procesi mund të kishte qenë më i mirë. Por në fund fare, ju mbështesni kandidatin... Ne mbështesim, ne jemi koherent me çfarë kemi thënë që ditën e parë. Duhet një kandidat jashtë partive politike, për ne nuk ka rëndësi emri, nuk jemi ulur në tavolinë duke vendosur kusht emrin, dhe ka dalë është propozuar një kandidat si Binaj që i plotson të gjitha kushtet dhe që ne, koherent me çfarë kemi thënë, do mbështesim sepse pavarësisht problemet që mund të kemi me Partinë Demokratike, për ne qëllimi kryesor është të japim Tiranës një kryetar bashkie të pakorruptuar. Kështu që siç e thash edhe një herë, për ne nuk ka qenë kurrë emri kusht. Për ne kusht ishte... Çfarë do të thënë do t'i jepni mbështetjen, Shej? Mund ma shpjegosh pak? Do të thotë që do ta mbështesim sikur të kishte qenë emër i propozuar nga ne. Pavarësisht se nuk është i propozuar nga ne. Tani dhe një pyetje sepse ju jeni vetmi person politik në gjithë të panelet dhe studio. Mbështetja ndaj kandidatit do të mjaftohet me disa deklarata që ne mbështesim dhe një thirrje për elektoratin tuaj që të mbështes kandidatin, apo shikohet dhe si infrastrukturë mbështetëse. Pra, si do jetë kjo mbështetje, se nuk e kuptoj dot, se kur është kandidat i përbashkët i partive e kuptoj. Po një kandidat që ka dalë i pavarur dhe merr mbështetjen e partive, kjo mbështetje do të jetë logjistike, financiare, politike, pra cila do jetë forma e mbështetjes? Atëherë, mbështetja për Binajn është në të gjitha format që ai e shikon të arsyeshme dhe të nevojshme. Partia Mundësia
do a çoj deri në fund propozimin e vet, ka thënë që duhet të dali me një kandidat jashtë partive politike, doli një kandidat jashtë partive politike, u pranua një kandidat jashtë partive politike dhe ne do ta mbështesim përsërisë edhe një herë sikur të kishte qenë propozimi ynë. Cila është mbështetja? Si e kuptoni ju mbështetjen? Është pyetje që do ja bëjnë partive tjera, po më që jeni pari, po. Është kandidati që ne mbështesim, do të thotë, po të kishim dalë me një kandidat, do ta ndihmonim, do ta mbështesim. Po meqenëse që kjo është era parë që ndodh, sepse zakonisht ka pasur kandidat jo politik, po që janë propozuar nga partitë politike. Është era parë që kandidati deli pavarur dhe partitë e ndjekin mbrapa, po themi e mbështesin. Pavarësisht se është pula veza, po veza pul, si t'i kthesh asaj, po në thelb është... Kjo ishte një tentativë, tani, mos të themi kësaj. Tani si do funksionoj mbështetja ndaj kandidatit? Si do funksionoj? Kjo është në dorë të kandidatit. Unë që nesër jemi të gatshëm të na thras, të ulemi të diskutojmë se si mendon ai të organizojë këtë fushat. Kjo pasaj është, po. Unë jam totalisht i bindur që ai duhet të bëjë një fushat, e kam thënë dhe aty në studio, jo një fushat tradicionale, me kryetarët e partive në krah, por duhet të bëjë një fushat me qytetarët dhe kuptohet, është në dorën e tij të thotë, ju dua, si ju dua. Edhe pse jemi 31 ditë para zgjedhjeve, edhe 30 ditë fushati mbeten. Në këto kushte jemi vendosur. Unë mund të themi gjë. Unë jam i bindur që formula që kemi zgjedhur është fituese dhe ky kandidat mund të fitojë. Dhe ne do punojmë që ai të fitojë. Tani edhe kjo ishte pyetja e tjetër ime, para se të kaloj te Asimja, ndërkohë do mprisin edhe pak minuta, mos u largoni sepse mund të ketë një ndryrje nga salla, nga të ftuarit e tjerë, po pyetja ime ishte, besoni vërtet që mund të fitoni apo e bëni se duhet thënë? Jam 100% i bindur që mund të fitojë. Po si do fitoni? Dhe ne do punojmë që të fitojë. Unë mendoj që kandidati jashtë partive politike dhe ky emër në veçanti, jam i bindur që do marrë rezultatin më të mirë nga që ka ndodhur në këto 12 vjet. A e keni ndjerë ju, zoti Sheaj, që ka një perceptim përgjithshëm publik dhe mbështetësit e opozitës, që opozita nuk merr gjë, nuk fiton gjë, ky i merr vetë, Rama mbetet aty. Kjo ishte para se është kthyer në një mendësi dhe sa më shumë çimentohet kjo mendësi, aq më e largët bëhet fitoria. Kjo ishte para se të fillonte ky procesi dhe para se Partia Demokratike t'ia biste të gjithë duke pranuar kushtin për një kandidat jashtë partive politike. Para se të dilnin këta kandidat, që do të thënë që ishin të gjithë kandidat shumë të mirë, por ky është ky perceptim, po ka dhe një perceptim tjetër, Fevzi. Perceptimi është që jemi, çdo qytetar shqiptar është në duart e një njeriu të vetëm. Fati i shqiptarëve është në duart e njeriu të vetëm dhe njerëzve u ka ardhur majtundës. Duan të heqin pushtet. Janë të trembur, kanë kuptuar, ky është perceptimi im, kanë kuptuar që pushteti përqendruar në duart e një njeriu është një rrezik për gjithë shoqërinë dhe për secilin prej qytetarëve. Në rregull, atëherë vetëm qëndroni pak aty, më lidh pak me Asimen, të lutem. Asimja, cila ishte shtysa